Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, bulimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, një prej çështjeve më të rëndësishme të cilën na përkujton Ramazani dhe na mundson përjetimin edhe më të thellë të ti si ritual është çështja e përkushtimit në namaz, përjetimit në namazit. Duke qenë se namazi është një prej konditave islame, është një prej shtyllave mbi të cilën ndërtohet e gjithë fetaria jonë, atëherë rëndësia që duhet të kushtohet namazit është primare. Gjithashtu, ne e dimë mirëfilli se është i vetmi ibadet që është bërë obligativ në qiell. Gjitha ibadetet e Allahut janë obliguar për të kryer në tokë, ndërkaq namazi për dallim për gjitha ibadeteve tjera është bërë obligim në qiell në kohën kur pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka bërë udhëtimin e tij të mirënjohur dhe historik të Isras dhe Mi'rajit. Prandaj shumë prej dietarëve e quajnë namazin si Mi'raji i besimtarit, sepse pjesërisht përmes namazit ne duhet ta përjetojmë atë që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e përjetoi me trup dhe me shpirt në horizontet më të larta qiellore në Sidratul Muntaha, sepse namazi, duke qenë se është obligim që është bërë në qiell, përjetimi i tij edhe pse në tokë mund të bëhet duke qenë pra metafizikisht në qiell. Ndonë se me trup fizikisht jemi në tokë, por për shkak të asaj se është bërë obligim në qiell, mundohemi që edhe përjetimin ta kemi sikurse të jemi në qiell. Pra namazi nuk është thjesht një ritual mekanik ku bëjmë lëvizje trupore pa asnjë përqendrim shpirtëror dhe të zemrës, por para së gjithash namazi është udhëtimi i zemrës drejt Allahut subhanahu wa taala. Dhe për të qenë sa më i përkushtuar në namaz, duhet ta kuptojmë se çfarë realisht quajmë përkushtim. Pra ajo që kërkohet nga ne në raport me përjetimin e namazit është për ulësia në namaz. Dhe për ulësia në namaz është dy llojeshe. Për ulësia e brendshme, ajo e zemrës që quhet el-khushu', dhe për ulësia e jashtme, ajo e trupit që quhet el-khudu'. El-khushu' është ajo që Allahu në Kur'an thot kur flet për besimtarët e tij dhe i përmend disa prej cilësive tyre dhe njëherët i përmend disa prej kritereve që na mundsojnë neve arritjen e shpëtimit si në këtë botë po ashtu në botën tjetër. Allahu e fillon surën El-Mu'minun me çështjen e namazit, pra me kriterin bazë të shpëtimit si në këtë botë po ashtu në botën tjetër, duke thënë qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët, cilët besimtarë alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata të cilët në namazin e tyre janë të përulur. Pra namazet i falin me përulësi. Tek besimtarët e sinqertë që e synojnë realisht shpëtimin, ata nuk lejojnë që namazet e tyre të kalojnë si rituale mekanike të papërshpirtshme, si lëvizje të ftohta që nuk i kalojnë lëvizjet e trupit, por para së gjithash namazet e tyre i përjetojnë si përjetim i zemrës dhe i shpirtit. Prandaj përulësia e tyre në namaz është më e larta e mundshme. Nëse do të ishin në një situatë tjetër, nuk do të kishin mundësi të përjetonin pra bekimet dhe përgjërimet që Allah t'ia bën siç i përjetojnë ato në namaz. Dhe kjo është fal lidhjes së drejtë për drejtë që krijohet kur ne jemi në namaz para madhrisë së Allahut subhanahu wa taala. Që t'jesh i përulur në namaz, që të kesh khushu' apo përulësi meritore, fillimisht duhet që ta përjetosh madhështinë e Allahut kur ti falësh. Por duhet ta kesh parasysh se para kujt ke dalë. Ke dalë para Zotit Madhërisëm. Duhet ta kesh parasysh se je duke komunikuar me Allahun e plotfuqishëm. Prandaj vetë Allahu në një hadith qudsi thot qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. E kam ndarë namazin mes meje dhe mes robit tim në dy pjesë. Kur robi im thot elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu më njëherë përgjigjet dhe thot më lavdëroi robi im mua. Kur thot Ar-Rahmani Ar-Rahim, thot më madhëroi robi im mua. Kur thot Maliki Yawmiddin, thot më glorifikoi robi im mua. Kur thot Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
thot kjo është mes meje dhe mes robit tim dhe robi tim do t'i takoj ajo që ai e meriton. Kur thot ihdina siratal mustaqim, Allahu përgjigjet e thot kjo është për robin tim dhe robit tim do t'ja jap atë që e kërkon. Pra Allahu ka obliguar një lloj komunikimi të drejtë për drejtë përmes namazit ton, konkretisht përmes surës El-Fatiha, sa herë që ne e lexojmë atë në namaz. Dhe pas çdo ajeti, Allahu na përgjigjet neve. Prandaj ka qenë praktike Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në namaz që çdo herë ka kënduar apo i ka recituar ajetet ajet për ajeti. Pra nuk ka bërë lidhje ajetesh, ndonë se një gjë e tillë lejohet për shkak të edukatës së lartë në raport me Allahun e Madhërisëm dhe pikërisht për shkak të kësaj mirësie se Allahu pas çdo ajeti i përgjigjet robit të tij kur ai komunikon në namaz me të. Pra ka dashur që ta përjetojë edhe më tepër namazin, prandaj pas çdo ajeti ka pushuar pak, ka qëndruar për pak çaste në shenjë respekti për përgjigjen e Allahut pas ajeteve që ai ka lexuar. Pastaj për ulësia e brendshme në namaz e nënkupton edhe prezencën e mendjes. Pra mendja jote duhet të jetë e fokusuar në namaz, duhet të jetë e përqendruar në namaz, nuk duhet të jetë e shpërqendruar, nuk duhet të jetë e përhumbur, duke kujtuar gjërat jashtë shtëpisë së Allahut apo jashtë namazit, pavarësisht se a falemi në shtëpi apo diku tjetër. Dhe për gjatë faljes së namazit, ne duhet të kemi koncentrimin maksimal në mënyrë që ta përjetojmë namazin, në mënyrë që të kemi përulësi të nevojshme brenda namazeve tona. Pastaj sytë tonë duhet të jenë të përulur, nuk duhet të jenë të shpërqendruar, të dekoncentruar apo të defokusuar. Sytë tonë, sipas asaj që edhe preferohet, duhet të jenë të përqendruar në vendin ku ne do të bëjmë sejdë, sepse kjo tregon për ulësi trupore, për ulësi gjymtyrësh. Dhe këtu në fund duhet të kemi qetësi trupore. Pra, në kuadër të arritjes së përulësisë në namaz, të përulësisë së brendshme, është edhe qetësia e trupit, që të mos kemi lëvizje të panevojshme në namaz. Kjo pastaj ndërlidhet edhe me el-khudu apo me përulësinë trupore, sepse el-khushu thamë është përulësia shpirtërore, ndërkaq që el-khudu është përulësia trupore. E përulësia trupore e nënkupton qëndrimin e qetë, kur ti je në qiyam, ti do të jesh i qetë, gjymtyrët tua duhet të jenë të pushuara, jo të shqetësuara, jo të trazuara. Pra gjymtyrët tona duhet të jenë as të qetësuara në namaz, saqë dikush që do të na shihte nga jashtë, do të mendonte se jemi të koqitur në vend, sikur të jemi të paralizuar. Kjo ka qenë ajo që kanë vepruar edhe sahabët e nderuar. Pra kur janë lidhur në namaz, përqendrimi i tyre ka qenë jashtëzakonshëm në namaz. Edhe koncentrimi i tyre ka qenë maksimal, saqë asnjë gjymtyrë e trupit tyre nuk ka lëvizur pa nevojë. Nuk ka pasur mundësi që dikush prej sahabëve të bëjë lëvizje të panevojshme në namaz, vetëm se kur është detyruar për ta bërë një gjë të tillë. Pastaj rukuja dhe sejdha duhet bëhen me qetësi, sepse këto janë prej shtyllave bazë të namazit, rukuja dhe sejdha. Dhe këto realisht tregojnë në mënyrë të drejtë për drejtë brenda ritualit të namazit për ulësinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Rukuja apo gjysmë për ulja dhe pastaj sejdha apo për ulja e plotë. Dhe gjithashtu edhe mos lëvizjet e panevojshme. Nuk ka nevojë që robi të bëjë lëvizje të panevojshme në namaz, sidomos të kruhet mjekra apo ndonjë gjymtyr tjetër e trupit, të rregullohet dora apo ora apo diçka tjetër. Këto janë lëvizje të panevojshme, të jetë të gabuara që tregojnë për jo për ulësi të duhur brenda namazeve tona, tregojnë mangësi dhe një gjë e tillë nuk duhet lejuar në namazet tona. Pse na mungon khushuja, pse na mungon për ulësia në namazet tona? Fillimisht për shkak të shpërqendrimit vazhdueshëm, qoftë me telefon, qoftë me rrjete sociale, pra jemi mbi ngarku jashtë namazeve tona, sidomos në këtë epokë digjitale, ku informacionet janë të tepruara. Edhe fatkeqësisht shumica atyre informacioneve janë bombastike, janë irreale, janë shpërqendruese, dekoncentruese, dhe truri i përthith ato. Pastaj nuk e ka qetësinë e nevojshme brenda namazeve. Dhe kjo është një humbje e madhe. Pra ne nuk duhet t'ja lejmë vetes që të shpërqendrohemi jashtë namazeve tona, që pastaj brenda namazeve tona të mos kemi përulësinë e duhur, mos kemi përulësinë e nevojshme, sepse kjo do të ishte humbje e madhe për ne. Pastaj është edhe arsyeja e mëkateve që e rëndojnë zemrën tonë. Mëkatet janë të shkaqeve kryesore që na pengojnë në përjetimin e namazeve tona. Na pengojnë nga përulësia ndaj Allahut subhanahu wa taala kur ne jemi në namaz. Mos kuptimi i asaj që lexojmë, një prej shkaqeve
që na pengon nga përjetimi dhe përulësia e nevojshme në namazet tona është kur ne nuk e kuptojmë atë që po e lexojmë në namaz. Prandaj robi duhet bëj përpjekje të vazhdueshme që ti kuptojë ajetet e Allahut, sikur se thamë edhe mbrëm spaku surën El-Fatiha, sepse kjo është e patjetërsueshme në namaz dhe është më e pakta apo elementarja për të pasur një përjetim spaku minimal. Pastaj edhe falja me nxitim, nuk ka nevojë që të falim me nxitim. Sado që të jesh përnguti, sado që të kesh preokupime gjatë kohës që i përkushtohesh Allahut, lëre dynjan prapa shpinës tënde. S'ka familje, s'ka biznes, s'ka fëmijë, s'ka qarshi, s'ka shkollë, s'ka punë, s'ka dhimbje, s'ka asgjë, je ti dhe Allahu. Prandaj çdo herë kam thonë, nuk është e rastishme që Allahu na ka obliguar me fillu namazin me tekbirin fillestar. Çdo vepër fillon me Bismillahirrahmanirrahim, përpos namazit fillon me Allahu Akbar. Pse fillojmë me Allahu Akbar? Sepse themi Allahu është më i madh. Allahu është më i madh se sa punët tona, se sa pasuritë tona, se sa familjet tona, se sa nevojat tona, se sa problemet tona. Pra Allahu dëshiron që të çkyqemi tërësisht nga dynjaja dhe të kyqemi plotësisht me Zotin e dynjas, me Allahun e Madhërisëm. Andaj kur të futemi në namaz, realisht kemi lidhje të drejtë për drejtë me Krijuesin e gjithësisë. Andaj duhet kemi shumë kujdes. Si të arrijmë khuduin dhe khushuin në mënyrë praktike. Fillimisht nuk bën me hyrë namaz pa e marrë abdesin me vetdije, se pa abdes normalisht që s'ka namaz, por edhe abdesin duhet me marrë me vetdije të plot. Pra mos jetë diçka si shprehi, si zakon, thjesht po marr abdes shpejt edhe po hyn namaz, sepse abdesi është para përgatitje për namaz. Dhe zakonisht ai që përjeton abdesin detyrimisht do ta përjetojë edhe namazin, sepse ai që e përjeton abdesin tregon për një vetdije të lartë të përkushtimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ndërkaq, fokusi kryesor i djallit mallkuar është që neve të na bëjë cytje në abdes. Nëse arrin që të na shpërqendrojë gjatë marrjes së abdesit, e ka arritur më të madhen. Nëse arrin që të na minusoj diçka prej shtyllave të abdesit, realisht na ka lënë pa namaz. Nëse s'mundet ta bëj këtë, atëherë mundohet që të na privoj nga përjetimi i abdesit, të na largoj vëmendjen brenda kryerjes apo marrjes së abdesit, në mënyrë që pastaj edhe në namaz të mos jemi të koncentruar. Pastaj bëj duat pas abdesit, duat që janë transmetuar, sepse kjo e parapërgatit robin para se të hyjë në namaz. Shko herët në xhami, kjo e qetëson shpirtin, e përgatit edhe trupin edhe mendjen para se të hyjë në namaz, para se me marr tekbirin fillestar. Përqendrohuni për një moment, ndaluni dhe përkujtojani vetes se çfarë jeni duke bë. Jeni duke u lidh me Allahun subhanahu wa taala. Sepse djalli i mallkuar dëshiron që ne ta bëjmë tekbirin fillestar si diçka zakonore, si shprehi, si diçka normale, në mënyrë që të na privojë nga përjetimi real i këtij tekbiri madhështor. Për fund, falë namazin sikur se me qenë namazi i fundit për ty, sikur se ka thënë edhe pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam në hadithin që shënon Ibn Majah në sunenin e tij, salli salata muwadda'in, falu sikur se të jetë namazi i ndarjes tënde me jetën e kësaj bote. Pra namaz lamtumirëse. Nëse kësaj ne i qasemi Allahut subhanahu wa taala, me lejen e Allahut do të kemi përjetim të jashtëzakonshëm brenda namazeve tona dhe do të jemi për besimtarëve që do të gëzojmë shumë për shpërblimeve përmes namazeve tona. Allahu ju shpërblet.